1 qershor, besimi që madhëron hirin. Unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndis. Galatasve 2:21. Kur isha i vogël, u fundosa nga një rrymë në plazh dhe mu duk sikur do të më tërhiqte sa hap e mbyll syt në mes të oqeanit. Ishte vërtet e tmerrshme. U përpoqja të orientohesha dhe të kuptoja se cili ishte drejtimi për lart, por këmbët nuk më preknin tokën dhe rryma ishte tepër e fortë për të notuar. Gjithsesi, nuk isha një notar i mirë. Në mes të panikut tim, mendova vetëm për një gjë. A mund të më ndihmonte ndokush? Por as që kisha mundësi të thërrisja duke qenë se isha i zhytur nën ujë. Kur ndjeva dorën e babit që më kapi nga krahu me një shtrëngim të fuqishëm, përjetova ndjenjën më të ëmbël në gjithë botën. Ju dorëzova krejtësisht të qenët i pushtuar nga fuqia e tij. U gëzova që vullneti i tij po më ngrinte lart. Nuk rezistova. As që nuk më shkonte në mendje që duhet të përpiqesha të tregoja se gjërat nuk ishin aq keq, apo që duhet t'i shtoja forcën time krahut të babait. Gjithë sa po mendoja ishte: po, kam nevojë për ty, të falenderoj, e dua fuqinë tënde, e dua iniciativën tënde, e dua shtrëngimin tënd. Ti je madhështor. Nuk mund të mburresh në frymën e ndjenjes së dorëzimit. Këtë ndjenjë dorëzimi unë e quaj besim. Babai im ishte mishërimi i hirit të ardhshëm të Perëndis, për të cilin kisha nevojë dëshpërimisht dhe e dëshiroja aq fort kur isha në ujë. Ky është besimi që e madhëron hirin. Ndërsa meditojmë se si ta jetojmë jetën e krishterë, mendimi sublim duhet të jetë: si mund ta madhuroj hirin e Perëndis në vend që ta hedh atë poshtë? Pali i përgjigjet kësaj pyetje te Galatasve 2:20-21. U kryqëzova bashkë me Krishtin, por roj jo më unë, po Krishti ron në mua. Por ajo që tani e jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua. Unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndis. Pse jeta e tij nuk e hodhi poshtë hirin e Perëndis? Për shkak se ai jeton me anë të besimit në birin e Perëndis. Besimi e tërheq gjithë vëmendjen te hiri dhe e lartëson atë në vend që ta hedh poshtë.